Përshëndetje live nga Fieri, puna mare, mos e ndërprisi punën, lene. Tashti, unë kom ardhur me inspektu punën se mungoja 3-4 ditë, edhe mora me vete këtë analistin e madh politik. Du t'i bëj një pyetje këtu mes të betejës e të frontit. O, syq, parë zodi ma thuj, këtyne që i dhimë se t'kaj shumë kjo vend, që zijen atje, këto, për ne. Këtyne qakeve? Këtyne qakeve. A ke ben me a thoni fjallë, se që do bëhet me ne, bu? Unë s'kam Ore, një minutë, që do bëhet me ne, ku këtu jonë të gjithë kundra të gjithëve? Mor me media, mor me pushtet, mor me politikë, mor me spak, mor ma spjego. Kjo të gjithë kundra të gjithëve e ka pru këtë situatën aty ku njerëzit po duan me mor plaçkat e me hip. Po. Ni po nuk o zgjidhje. Këtyne qakeve, që bona të shfaqje sot në parlament dhe nuk o hera parë. Po. Këto i ka përshku shumë bukur Vigani dhe Riut që e ka pas recitua i baba jotë që të rënkjef të miqin. Tashi kur kam lindur miq se ma kujtoj në njërin kratë kokës më kanë vu lahut në Malsis edhe në kratë tjetër, jo, Biblën më kanë vu kanunin e legës. Vazhdo. Ju rrugaqa, shaklabana, rriqnat nytë e mikrobat që të mjerës më Shqipni, këtheli keni hynë më shkni. Edhe gjakun të japi, jo me hinka, por me sahana. Tashti unë du të shtoj edhe i gjotë tjetër. Qoni shqiptar për gjumit qojni, e të gjithë në i bez bashkojni, e mos shikoni të majtët djath, po boni bashk për që Shqipnin ton, për ju atje ku e meriton. Si dukem? Rënof Shqipnia, edhe mos në ngacmonin e dyve, se do t'i boj thirrje gjithë imprenditorëve të dalin të sheshi, që të kuptojnë këta, a ka njerëz këta më shumë se ne. Të sheshi. A jeni gati apo jo? A jeni gati? Të sheshi.